Qenushi vegetarian. Popi ka vendosur të bëhet vegetarian. Një ditë, duke parë televizor, Popi t'i kapi veshi këtë fjalë të panjohur për të. I pyeti nënën qenushe se ç'do të thotë vegetarian dhe se ai mund të bëhej po të donte. Por nëna qeshi dhe këshilloi ta hiqte këtë mendim nga koka se nuk ishte punë për të. Nuk ka ndodhur që në familjen e qenve të jetë dikush që të preferojë të hajë barishte. Qeshi ajo dhe u largua duke e lënë Popin në këtë hall të pasgjidhur. Popi doli jashtë, mori një shport dhe vendosi të shkojnë në tregun e zarzavateve, e kishte ndarë mendjen se do të fillonte të hante vetëm perime. Në këtë treg takoi pulën Kika, e cila edhe ajo kishte dalë të blente zarzavate. "Ç'kërkon këtu ti, Popi?" e pyeti ajo. "Ke ngatëruar dyqan më duket. Me sa di unë, qentë nuk i hanë zarzavatet dhe këtu nuk shiten as kocka dhe as mëlçi." "Mos u tall, Kiki. Kam vendosur të bëhem vegetarian. Më vjen keq për gjithë ato kafshë të cilat janë të detyruara të bëhen ushqim për kafshët mishngërënse." Kiki u habit. "Më vjen mirë që një qenush mendon për krijesat e tjera, por secili nga ne në këtë jetë vjen për një arsye, secili nga ne duhet të kryejë një cikël dhe unë nuk mendoj se asnjë prej kafshëve apo shpendëve nuk e ka pranuar rolin e tij apo të saj. Roli yt është të kujdesesh për njerëzit dhe t'i mbash larg nga rreziqet. Roli im është të bëj vezë dhe kur cikli im i prodhimit të mbaroj, do të bëhem edhe unë ushqim për njerëzit apo specie si ty." Një lop, pasi bën viçat e saj dhe ata rriten, nëse nuk mundet të prodhoj më as qumësht, patjetër do të shërbej si mish për të ushqyer njerëzit. Unë as nuk mund ta mendoj dot një lop të plakur, e cila nuk shërben më për asgjë, por thjesht konsumon barin dhe lodh fshatarin. Nuk mund ta mendoj dot një pul që as vezë nuk bën e as fuqi të ushqehet nuk ka. Kujt i duhet? Unë mendoj që secili nga ne duhet ta respektojë ciklin e tij. Më pëlqen që ti je një qenush me zemër të butë, por a mendon ti se një qen do të mbijetonte duke ngrënë zarzavate? Do të ngordhje, dhe ti i ngordhur nuk i hyn në punë njeriu. Ne e kemi pranuar rolin ton dhe jetojmë çdo ditë krenar që luajmë një rol në vazhdimësinë e jetës. A ke parë ti ndonjë pul në depresion sepse dikush i ka thënë do të hahet? A ke parë ti kafshë të cilat të mendojnë ndonjëherë se si të bëjnë e çfarë të shpikin për të jetuar më gjatë? Ne kafshët jemi të lumtura sepse ne nuk kemi televizor, ne nuk kemi mendime dhe janë mendimet ato që krijojnë frikën, e është frika ajo që të vë pastaj në kërkim të sekretit të jetë gjatësisë. Ne duam të jetojmë deri ditën që roli ynë mbaron. Hajde tani, të çoj te dyqani i konservave dhe këto perime po i marrun bashkë me të mijat." I tha Kiko duke i marrë nga dora shportën me ushqime dhe të dy u nisën drejt dyqanit të konservave për të blerë ushqimin e preferuar të Popit.